Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderoj për shëndetit e përzemërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja dërgoj dhe secilit musliman që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas së ndërprerja, cila zgjati më shumë sa që menduam, e që inshallah Zoti nuk na sprovon me raste të tilla, vazhdojmë prap, inshallah, me e shpërnda dijen. Për arsye se, çush ka thonë Imam Ahmedi rahimahullah, nuk di diçka që të afron te Allahu më shumë përveç farzave, përveç farzave pas dijes. S'ka diçka që ka vlerë më të madhe te Allahu se sa shpërhapja, mësimi dhe sjellja e vazhdueshme me dijen. Madje dietarët për hapjen e dijes e ka konsideru gjëjen më të përafërt me pejgamberin. Për hapja e dijes është konsideruar gjëja më e përafërt me pejgamberin, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shpërndarë njerëzit ibadet dhe dije. E ata që mirën me dije e marrin një pjesë të madhe të pejgamberisë. Normalisht duke e lutur Zotin që të na shtojë sinqeritetin në këtë që e themi. Dhe të na lehtësoj që të vazhdojmë me kërkimin e dijes derisa të jena gjallë në këtë dynjë. Për arsye se dija nuk ka kohë të caktuar. Dija nuk ka kufizim të ymrit. Ajo kërkohet gjatë gjithë jetës. Normalisht kur është dikush më i ri, e ka më lehtë me kërku dije, por nuk e arsyeton edhe atë i cili shtyhet moshë ose i kalon do vjet. Pavarësisht kur, dija është çdo herë e kërkuar për muslimanin. Tema që du të shpjegojmë tash me radhë është tema, ose me mbas numrit është tema e 105, dhikri gjatë kthimit nga udhimi. Kjo është tema që ka sjellë autori, Allahu e mëshiroft. Kur kthehej nga udhimi i luftës ose haxhit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bënte 3 herë tekbir mbi çdo vend të ngritur në të tokës, e pastaj thoshte la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Aibune, taibune, abidune, li rabbina, hamidun, sadakallahu wa'dah, wa nasara abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Kjo është njëra prej duave që e ka sill autori, e që është duaja transmetuar prej Abdullah ibn Omerit, kur e kemi tregu po ashtu edhe, kur e kemi shpjegu lutjen që ka thonë pejgamberi që është lutja e udhimit. Lutja e udhimit që kur nisesh për dikur. Momentin që ka hyrë pejgamberi sa mjetin e udhimit, e ka thonë lutjen e udhimit që është e njohur, që e kena shpjeguar. Pastaj Abdullah ibn Omeri e vazhdon hadithin dhe thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është kthy, kur ka filluar më kthy pe udhimit, ke shku me një vend, je ndalë me një qytet. Momentin që ke bo men më kthy, je përgatit, ke filluar më kthy, e ka thonë prap çka ka thonë? Ai kujtohet dikujna që e kam përmendur në si vrejtje. Çka ka thonë mas i ka desh më kthy? Ka thonë që doa aibune, taibune, abidune, li rabbina hamidun. A më shka ka thonë diçka tjetër? Cilën doa? Bravo. Do më pejgamberi sa doa në udhimit e që kjo shpesh ju ka ik njerëzve. Doaja e udhimit thunë të 2 herë, nuk thuhet veç kur të udhtosh për neva. Edhe kur të kthehesh. Edhe kur dësh më kthy e thu doa në udhimit. Mi po pastaj ja shton çit pjesën. Në çet hadith ka ardhur kjo forma që pejgamberi sa më ka shtu këtë pjesën aibune, taibune, abidun, edhe pastaj e ka thonë edhe këtë li rabbina hamidun, pastaj e ka thonë sadakallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. E ka shtu çit pjesë. Kjo ka të bëjë me një rast specifik që ka përmend autori këtu, domosdoshmë për qëllim lufta e Hendekut. Kurse ka disa transmetime tjera që pejgamberi sa vetëm këtë pjesën shtesën tjetër, domosdoshmë këta që përmend fillim aibune, taibune, abidune, li rabbina hamidun. Që ta ka thonë si shtesë. Pra kur të kthehet dikush, kur don më kthy pe udhimit. Dhe kjo është kur të fillon më kthy, jo kur të mrin në shtëpi. Kur të fillon më kthy. Don më janis më kthy, e thu dua në udhimit, edhe e thu çit pjesën çit shtojcën. Ka disa transmetime që pejgamberi sa më ka thonë këtë dua para se me hin qytet. Domthon Medine, para se me mrin Medine, kur i ka pa xhamia, kur i ka pa shtëpiat e Medinës. Dietar thonë pejgamberi sa e ka përsërit. Kjo dua fillon
në momentin që fillon ti mu kthy. Pastaj ka drejt me përsërit njeri sa herë dojnë gjatë udhëtimit. Kurse fillimi i kësaj duaje është kur fillon ti mu kthy për aty vend. Ke shku me një qytet e ke thon kur je nis. Ke shku aty ke nejt, 1 ditë, 2, 3 sa ke nejt. Kur ke desh mu kthy e bë gati, ke dal për aty vendit, e bë gati me dal faktikisht me lëviz. E thu duan e udhëtimit, e thu që shtesën dhe pastaj gjatë rrugës mundesh me thon prap, nuk ka të keq. Pejgamberi sa këtë dua që e transmeton në këtë rast, transmetuesi e ka thonë në luftën e Ahzabit sipas mendimit më të saktë dietarëve. Për arsye se e ka veçu me pjesën e fundit duas. E para domthonë ajo që e tregu më herët, e para është që pejgamberi sa që ka hyrë në ndalsi, e ka bë tekbir Allahun. Unë e ka madhru Allahun, ka thonë Allahu Akbar. Dhe sa që ka zbrit, ka thonë Subhanallah. Nuk kjo ka qenë personit e pejgamberit. Këtu i ka përmend kë prap. Pastaj e ka thonë që dua. Më unë që është një prej duave tjera që e ka thonë pejgamberi sa gjatë udhëtimit, kur ka desh mu kthy. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ka thonë pejgamberi në përshëm vende. Pastaj ka thonë aibun. Fjala aib domthon duke kur thu për dikan aib është që është u kthy. Me pejgamberi s'ka pas për qëllim me kallëzu vetëm informacionin që është u kthy. Në këtë dua. Ka pas për qëllim dhe këta kanë përkthy mirë, hoxhallarët, Allah i shpërbleft, domthon e kanë përkthy mirë, po kthehemi nga udhëtimi të penduar nga gjunahet. Sa për qëllim vetëm me ka duçi na tu kthy. Se sa është informacion. Kur je tu hesti, më thonë na tu kthy, secili e din, se ti je tu hes, tu vazhdu. Por është për qëllim si jemi tu kthy pe këtij udhëtimit me shpresë jena të pastruar nga mëkatet ose kena arrit problem përmes të udhëtimit e gjëra të tilla që i përmban kjo fjali. Pastaj taibun, të penduar. Dhe dietar ka thonë që pejgamberi sa më ka përmend mas kësaj domthon aibun që i na kthy te Zoti, inshallah me vepra të mira, pastaj taibun që me kërku prej Zotit që me i fal gabimet që ka mos i ka ndodhur gjatë këtij udhëtimi. Që kena tregu më herët që domthon udhëtimi në udhëtim ka mos i njëri me gabu më shumë. Se sabri hub më shumë, mundimet janë më të mëdha, peripetitë e udhëtimit, vështirësitë e udhëtimit ka mos i një pas një të shfaqen, andaj edhe pejgamberi sa më ka kërkuar si lloj istikfari prej Zotit nga ky udhëtim. Abidun li rabbina hamidun, domthon si adhurues të vazhdueshëm ndaj Allahut azza wa jall, qoftë në udhëtim, qoftë vendas, qoftë çfarë do gjendje që jena, dhe duke falendëruar Zotin për të mirat që na ka dhënë. Pastaj vazhdon kjo pjesa tjetër, sadaqallahu wa'ada. Allahu e ka mbajtur premtimin. Cilin premtim? Cilin? Të hendekut. Po, për arsye se Allahu ka thënë që Allahu i ka premtuar besimtarët që do të fitojnë. Do të dalin pej kësaj krize. Kur e ka niqet ajet hipokritët e Medinës, edhe pejgamberi ka thonë që pejgamberi, shokët e tij kanë filluar me përhap lajmin që pejgamberi po premton se kena me fitu, kena me dalë, se hendeku ka qenë njëra prej luftave më të rrezikshme për muslimanët. Për këtë arsye domthon kur e kanë rrethuar Medinën, krejt ju mbo me politeista bashk, me jehudi, me hipokrita, me krejt, edhe mo faktikisht ata janë bë bashkë që me thonë tash pe krym çështën e muslimanëve dhe po përfundon. Pejgamberi sa më edhe pse e ka pasën domthon sigurinë prej Zotit, megjithatë ai qatë shumë ka bëu dua, saqë kur e ka pa Ebu Bekri të bëu dua pejgamberi sa këtë rast edhe në luftën e Bedrit, çdo dy raste janë më të mëdha që e ka pa Ebu Bekri të bëu dua pejgamberi sa me të lut Zotin që mos me humb këtë ummet, këtë popull. Saqë Ebu Bekri thotë ju ka mërzit gjendja pejgamberit sa. Kur e ka po të bëu dua me përgjëri, me lutje, me nënshtrim të madh, u mërzit ka thonë po do me shkatru vetën qatë shumë, qatë i mërzitshëm. E në qëto momente, pejgamberi sa mi ka shpalla që çështja u kry. Kanë mu kthy këto të mas shkatruar, këto pabesimtar, krejt që ka jam ledh kundër muslimanëve. Edhe pejgamberi sa mi ka shpalla që këtë optimizëm mesin e shokëve të vet. E hipokritët
në qatë kohë, në qatë gjendje të vështirë, muslimanët s'kan guxuar me livrit na prej vendeve tyre ku kanë qenë, prej frikës madhe. Kur e ka thonë këtë premtim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hipokritët ka thonë, na si na të guxu me dalë në WC, na si na të mujt me guxu me dalë në WC, e ky po thot kena me fitue, se për ekzempel përmend edhe shtirimin e Persisë dhe Romës domon. Roma është për qëllim shtirimi i Irakit asaj kohës. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këtë premtim hipokritët bojnë hajgare dhe Allah e përmend Kur'an surën Ahzab. Saqë thonë hipokritët që thonë muslimanëve nuk ju ka premtuar pejgamberi vetë se mashtrim. Se nëse na do mujt me lëviz pe vendit ai po e premton. E tash thot Allahu në Kur'an, në këtë hadith, sadaqa Allahu wa'adahu. Allahu e ka mbajt premtimin e tij. Se i ka premtuar pejgamberin që ka me dal pikë kësaj situate si triumfues. Wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzab wahdahu. Dhe i ka ndihmu robit të tij. Dhe ka triumfuar ndaj grupacioneve që mbledh krejt vetëm ai, i vetëm. Edhe përkthimi është shumë bukur. Dhe i mposhti i vetëm, për Allahu grupet aleate që janë mbledh kundër muslimanëve. Pse ka thonë i vetëm? Kur zëmë kallzu. Pse ka thonë Allahu i mposhti vet? Allahu i mposhti vet këtë grupet. Këtë lidhet me luftën e Ahzabit. Se në luftën e Ahzabit s'ka pas Hendeku, nuk ka pas luftë. Ato e munu me hinë Medine, po s'kan mujt me hi. E dini domthon Selmani që ja ka dhënë den me çelat Hendekun, as s'kan mujt me hi. E çysh ju kthy temas? Allahu ju ka thënë erë të fortë. Që ka dhënë Allahu në surën Al-Ahzab. Ju ka thënë erë të fortë, edhe ju ka thënë ushtri që këta si kanë pa, domthon prej me lajkeve, që ka fillu me ju hi aty në frikën palc. Edhe ju kthy temas. Edhe kur ju kthy temas, pejgamberi sa ka thonë mas sotit, ato më kur s'ka me mujt me na sulmu. Përfundoi çështja e Mekazve. Që kjo qenë hera e fundit. Që ata na kanë sulmu, tash na kena me sulmu. E Allahu pe përmend këtu për arsye se vetëm Zoti pa i përdor ushtarët e vet prej muslimanëve. I ka zbraps krejt ushtri që janë mbledh kundra muslimanëve. Për këtë arsye përmendet këtu domthonjë që Zoti vet është ai që i ka zbraps. Wa nasara 'abdahu, pjesa domthonjë e parafundit ke, dhe i ka ndihmuar robët e tij. Çdo herë kur Allahu azza wa jall e përmend ndonjë të mirë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e përmend ndaj robit të tij. Ndaj robit të tij. Për me treguar që është Ibn Taymi rahimahullah, që pozita më e lartë e njeriut e muslimanit është me qenë rob i Zotit. E pejgamberi sa këtë pozitë domosdoshmë ka pas formën më të përkryer. Me qenë rob i Allahut azza wa jall, rob domosdoshmë më nënshtru Zotit çdo çështje. Për këtë arsye edhe Allahu kur e lavdron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kur ja ka dhënë një vlerë të caktuar, me çka ja ka dhënë? Robit të tij. Po me tregu se këtë vlerë e mrin dikush që për më kallëzohet rob i sinqert ndaj Allahut. Jo dikush që sillet që ka mrin një pozitë lartë e Zotit, unë jam kështu e unë jam kështu e. Vetëm ai i cili e adhuron Zotin dhe konsideron veten që është për një rob i denjë i Allahut. Kjo pra ka të bëjë me këtë dua. Walhamdulillahi rabbil alamin.